Televotimi I kësaj jave në Big Brother VIP Albania ka sjellë një përballje të fortë mes banorëve duke rritur ndjeshëm tensionin si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Publiku ka qenë tepër aktiv në rrjetet sociale ku komentet, debatet dhe mbështetjet për banorët kanë qenë të shumta, duke e kthyer këtë javë në një nga më të diskutuarat deri më tani. Këtë herë në nominim kanë qenë 5 banorë: Artani, Nikol, Rogerti, Selin dhe Stenaldo. Secili prej tyre ka pasur rrugtimin dhe strategjinë e tij në lojë duke krijuar si mbështetës të fortë, ashtu edhe kritik të shumtë. Dinamikat mes tyre gjatë javës kanë ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si publiku ka vendosur të votojë. Gjatë ditëve të fundit, votimet kanë qenë intensive, ndërsa sondazhet online kanë dhënë një pasqyrë paraprake të asaj që mund të ndodhë në spektaklin live. Sipas këtyre treguesve, Stenaldo rezulton banori më I rrezikuar për eliminim. Ai është renditur si më I votuari për t'u larguar, çka ka shtuar pritshmëritë se mund të jetë pikërisht ai që do të lërë shtëpinë këtë javë. Megjithatë, siç ka ndodhur edhe më parë në këtë format, rezultatet e sondazheve jo gjithmonë përputhen plotësisht me votën zyrtare të publikut. Kjo e bën situatën edhe më të paparashikueshme dhe rrit emocionet për spektaklin e mbrëmjes. Pyetja që mbetet është nëse rezultati final do të konfirmojë pritshmëritë apo do të sjellë një surprizë të papritur për publikun dhe banorët. Gjithçka pritet të zbulohet në prajmin e radhës, në një natë që premton tension, emocione të forta dhe zhvillime të papritura brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.